jam shumë i gëzuar që do të grumbullohemi tani, do të jemi bashkë për të stërvitur, për të luajtur për objektivet dhe qëllimet tona. Ndeshja me Uzbekistanin është një ndeshje, le të themi, e mirë. Ne faktikisht ishim përgatitur për 2 ndeshje tjera me Japoninë dhe me Amerikën, por për problemet në lindjen e mesme u anulluan dhe zgjodhëm si kundërshtar Uzbekistanin. Është një kundërshtar që duhet respektuar dhe vlerësuar sepse ka bërë mirë në Kupën Aziatike dhe duhet përgatitemi, kemi parë sfundmi që është një ekip që luan bukur futboll, të lënë të luash futboll, është një ekip interesant. Unë mendoj që ne do të jemi mirë, do të jemi favorit në këtë ndeshje, nuk diskutohet fare. Ekipi është në gjendje, le të themi, të mirë, lojtarët kanë goxha minuta me çka kanë pasur më përpara, kemi marrë edhe 3-4 lojtarë të rinj si unë dua t'i falenderoj që zgjodhen Shqipërinë si Gojani, Hasani edhe Dibrani. Për herë të parë vijnë dhe Ergis Arifi i Teutës dhe Olsi Myrta i Laçit. Dhe janë 2 ndeshje ose një ndeshje që duhet të tregojnë ata veten e tyre sepse në kampionatin shqiptar kanë bërë mirë, po është një nivel tjetër U21, do t'i shohim që ato janë në gjendje për ta përballuar edhe për të qenë për në të ardhmen me ekipin U21. Ne kemi marrë 2 mesfushorë si Dibranin ashtu edhe Hasani që janë shumë robust, janë shumë aktiv, janë shumë agresiv. Ne gjithmonë ose strategjia jonë strategjia jonë vetëm për këtë radhë, por në përgjithësi me U21 është që duhet luftojmë shumë, të jemi shumë agresiv, të kemi shumë intensitet. Edhe janë 2 lojtarë që i plotësojnë këto kritere, këto kushte. Mendoj që do të na bëjnë shumë punë. Por vetë lojën që bëjmë ne që jemi shumë agresiv, sidomos në metrat e fundit fushës tonë jemi shumë agresiv. Edhe këta 2 lojtarë në këto kriteri kemi zgjedhur dhe unë mendoj që do të bëjnë shumë mirë, kam shumë besim ka ata që do të jenë titular të padiskutueshëm të U21-shit, por me dhe lojtarët e tjerë që kemi aktualisht, janë lojtarë që kanë bërë mirë në klubet e tyre këto sfundmi, këto muajt e fundit dhe mendoj që do të jetë konkurrencë goxha e madhe. Pra këtë gjë kërkojmë, pra që U21-shit kemi sa më shumë konkurrencë, sa më shumë zhvillim, që të bëjmë një ekip sa më solid, sa më të fortë në 2027. Mezi po presit të t'i takoj ata dhe të flasë, sepse janë disa lojtarë që ne i kemi titullar, por nuk është se kanë shumë minuta në këmbë. Edhe kjo gjë nuk është se na bën mirë, nuk na bën mirë as neve, as atyre dhe secili duhet gjejë një alternativë të mirë për në 2027 që të vi të paktën me një vit të vi me minuta. Kështu që ata duhet gjejnë alternativa të mirë për të luajtur më mirë në një ekip më të le të themi jo me shumë emër, më me pak emër, por që të luajnë të marrin minuta se sa në një ekip me emër edhe nuk marrin minuta fare. Këtu kam si shembull Bashin që është një lojtar shumë i mirë, shumë i rëndësishëm për ne që luan me Katanzaro në Seri B, po s'ka marrë minuta fare, kurse shumë mirë mund të merrte minuta në një Seri C, le të themi. Nëse këto janë gjëra që na përkasin ne, stafit dhe lojtarit në përgjithësi, por ne duhet minimum kuptimin që të jenë sa më gati dhe sa më të gatshëm në Europianin e 2027-s. Futbolli është i tillë që është dita ditës në zhvillim dhe lojtarët zhvillohen. Edhe ti mund të kesh 1 ose 2 lojtarë të sigurt për Europianin, por mund të vinë 2 tjerë shumë të mirë. Edhe kjo është ekipi kombëtar dhe secili duhet ta kuptojë. Duhet të jenë në formë maksimale për të përfaqësuar ngjyrat e Shqipërisë, kështu që secili duhet të japi gaz. Le të themi për të marrë pjesë në Europian. Ne kemi 6 sulmuesa ose 7, le të themi, këtë radhë kemi marrë 6, por 4 nga këta do të vinë në Europian. Kështu që 2 do të ngelin jashtë, në kuptimin që duhet luftojnë shumë, duhet të kenë sa më shumë minuta në klubet e tyre, duhet bëjnë sa më shumë gola, duhet të jenë sa më aktiv. Shpresoj që bëjmë një ekip solid, bëjmë një ekip mirë. Unë kam shumë besim, sepse ne jemi përfaqësuar shumë mirë, sidomos ndeshjet e fundit, kemi krijuar atë lojën tonë, le të themi, e di shumë mirë se cili ku çfarë duhet bëj, si duhet vrap, ku duhet shkojë, sa duhet luftojë etj. Po me këta lojtarë të rinj që na kanë ardhur këtë radhë, që janë pothuajse 6, atëherë shpresoj që të integrohen edhe këta sa më shpejt në grupin e lojtarëve aktual që kemi. Objektivi është fitoria, nuk diskutohet fare në kuptimin e saj. Gjithmonë ka qenë fitoria tek ne, por intensiteti dhe agresiviteti në fushë, domethënë për të dhënë maksimumin çdo ndeshje. Në momentin që të jep maksimumin, nuk është një problem i madh rezultati. Ky është objektivi dhe ne këtë e kemi bërë dhe do ta bëjmë, nuk diskutohet fare edhe ndeshjet me Uzbekistanin dhe presim të bëjmë dhe emisore tjetër, inshallah po realizojmë dhe atë. Kështu që secili e di punën e tij për të bërë sa më mirë, sa më fort në këto 2 ndeshje që kemi.